Kanceri i gjirit po shfaqet gjithnjë më shumë tek moshat e reja. Mjekja onkologe në Spitalin Rajonal të Shkodrës, Kleva Qerej, tregon se vitet e fundit është vënë re një trend në rritje, ndërsa ka ndarë edhe rastin e një vajze 29 vjeçare që është diagnostikuar me këtë sëmundje. Mjekja thekson se mamografia duhet të kryhet që në moshën 40 vjeçare dhe të përsëritet të paktën 2 herë në vit. Duke qenë se për fat keq trendi i shfaqjes së kancerit të gjirit vihet re dhe në moshat më të reja, pra flasim për gra në 40 vjeç, mosha 30 apo 20 e ca vjeçare. Tashi protokollet e depistimit kanë ndryshuar. Nëse më përpara rekomandohej që mamografia të bëhej 50 vjeç e sipër, tashi rekomandohet që mamografia të fillojë në moshën 40 vjeçare. Dhe do të përsëritet një herë ose 2 herë në vit sipas këshillave të mjekut ekzaminues. 3 vite më parë kemi diagnostikuar një nën faktikisht, ajo ishte me 3 fëmijë dhe mosha e saj ishte 29 vjeçare. Mjekja thotë se ekzaminimet janë shumë të rëndësishme, sidomos në rastet kur shfaqen shenja të dyshimta. Meqense jemi edhe në muajin e depistimit që gratë të shfaqen për të bërë ekzaminime apo vizita pa ju shfaqur shenjat. Kjo është e rëndësishme. Por sigurisht që nëse janë shfaqur shenjat, një grua duhet menjëherë të paraqitet në konsult para specialistit nëse ajo ka evidenton një mas në gjij apo në sqetull, nëse vjen re ndryshim të përmasës së gjirit, nëse vjen re një skuqje apo një irritim të lëkurës. Pra lëkura bëhet si portokalle quajmë ne, ose nëse ka sekrecione me ngjyrë hemorragjike nga gjiri, nga thithi. Mjekja Qerej thotë se shfaqja e kancerit të gjirit tek moshat e reja mund të ndikojë edhe nga stili i jetesës, ndërsa zakone të tilla si duhani mund të rrisë rrezikun tek vajzat e reja. Pikërisht ky ndryshimi i stilit të jetesës, pra modernizimi, konsumimi i duhanit nga femrat, që është një trend në rritje, konsumimi i alkoolit, fëmijët mos pasja një fëmijë ose një fëmijë në moshë të vonë, ose mos ushqyerja me gjy, përdorimi kontraceptivëve. Mjekët apelojnë të gjitha gratë dhe vajzat që të mos neglizhojnë kontrollet për shëndetin e tyre, pasi zbulimi i hershëm mund t'ju shpëtojë jetën.